Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë moment të qetësisë dhe fuqizimit. Sot do të bëjmë së bashku një udhëtim afirmimesh që do të ndihmojë të forcosh besimin, dashurinë për veten dhe paqen e brendshme. Këto afirmime mund t'i dëgjosh në çdo pjesë të ditës. Para pasqyrës, duke i thënë me zë të lartë ose menderisht. Duke larë dhëmbët gjatë rutinës së fytyrës, gjatë ecjes apo detyrave të shtëpisë. Sepse truri yt merr mesazhin pozitiv gjatë gjithë kohës. Edhe në momente të thjeshta, dhe kjo ndihmon të forcosh besimin dhe qetësinë brenda teje. Le të fillojmë. Unë jam e fortë dhe e guximshme. Pavarësisht sfidave që më dalin përpara, unë nuk dorëzohem. Forca ime buron nga dashuria për veten dhe familjen time. Dhe kjo më mban të qëndroj e palëkundur. Unë jam e denjë për dashuri dhe respekt. Unë meritoj të më duan dhe të më respektojnë, ashtu siç dua dhe respektoj të tjerët. Dashuria fillon brenda meje dhe kjo më bën të qëndroj e fortë në çdo marrëdhënie. Çdo ditë po bëhem më e qetë dhe më e balancuar. Në çdo frymëmarrje, unë ndjej qetësi që depërton në çdo pjesë të shpirtit tim. Balanca në jetën time më ndihmon të jem më e pranueshme me veten dhe me botën përreth. Unë zgjedh të dua veten dhe të kujdesem për veten. Duke u kujdesur për veten time, unë jam më në gjendje të kujdesem edhe për të tjerët. Dashuria për veten nuk është egoizëm, por një dhuratë që më bën më të fortë dhe më të lumtur. Unë jam burim i dashurisë dhe i lumturisë për familjen time. Në çdo buzëqeshje dhe përqafim, unë jam forcë dhe dashuri. Unë jam qendra që mbështet dhe nxit rritjen dhe lumturinë e familjes time. Unë jam e aftë të përballoj çdo sfidë që vjen. Çdo sfidë më bën më të fortë dhe më të zgjuar. Kam brenda meje një forcë të pashtershme që ndihmon të kaloj çdo vështirësi. Çdo hap që marr më afron me paqen dhe suksesin. Me çdo zgjedhje dhe veprim, unë afrohem më shumë drejt jetës që dua dhe meritoj. Jam e duruar dhe e përkushtuar në rrugën time. Unë jam krenare për gjithçka që kam arritur. Unë vlerësoj çdo përpjekje dhe çdo fitore të vogël në jetën time. Kjo krenari më fuqizon dhe më jep besim për të vazhduar përpara. Unë jam e fortë dhe e guximshme. Pavarësisht sfidave që më dalin përpara, unë nuk dorëzohem. Forca ime buron nga dashuria për veten dhe familjen time. Unë jam e denjë për dashuri dhe respekt. Unë meritoj të më duan dhe të më respektojnë, ashtu siç dua dhe respektoj të tjerët. Dashuria fillon brenda meje dhe kjo më bën të qëndroj e fortë në çdo marrëdhënie. Çdo ditë po bëhem më e qetë dhe më e balancuar. Me çdo frymëmarrje, unë ndjej qetësi që depërton në çdo pjesë të shpirtit tim. Balanca në jetën time më ndihmon të jem e pranueshme me veten dhe botën përreth. Unë jam burim i dashurisë dhe i lumturisë për familjen time.
Në çdo buzëqeshje dhe përqafim, unë jam forcë dhe dashuri që përhapet në shtëpinë time. Unë jam qendra që mbështet dhe nxit rritjen dhe lumturinë e familjes time. Unë zgjedh të dua veten dhe të kujdesem për veten time. Duke u kujdesur për veten, unë jam më në gjendje të kujdesem edhe për të tjerët. Dashuria për veten nuk është egoizëm, por një dhuratë që më bën më të fortë dhe më të lumtur. Unë jam e aftë të përballoj çdo sfidë që më bën më të fortë dhe më të zgjuar. Kam brenda meje një forcë të pashtershme që më ndihmon të kaloj çdo vështirësi. Çdo hap që marr më ofron me paqen dhe suksesin. Me çdo zgjedhje dhe veprim, unë afrohem më shumë drejt jetës që dua dhe meritoj. Jam e duruar dhe e përkushtuar në rrugën time. Unë jam krenare për gjithçka që kam arritur. Unë vlerësoj çdo përpjekje dhe fitore të vogël në jetën time. Kjo krenari më fuqizon dhe më jep besim për të vazhduar përpara. Faleminderit që më lejove të isha pjesë e momentit tënd sot. Mbaje këtë forcë dhe dashuri me vete gjatë gjithë ditës. Merr frymë thellë dhe vazhdo me besim.